grupi i përbërë nga disa artistë ka menduar që të sjellë muzikë patriotike brenda në protestë, që t'japi muzë protestës dhe në nivel artistik. Ne e dim që arti nuk është vetëm për argëtim, përkundrazi arti e ka fuqinë të ndryshojë mendje, të ndryshojë zemrat e njerëzve. Të vedisohesh që ndryshimet fillojnë nga të menduarit dhe nga emocionet. Dhe arti e bën këtë gjë, e ka këtë magji. Është shumë e nevojshme që të ketë art revolucionar në protestë dhe ne nuk e kemi vetëm iniciativën tonë personale, po dhe shumë protestues, vëllezër e motra, na kanë kërkuar kur do ketë muzikë, kur do këndohet, kur do flitet me gjuhën e artit. Një foni të vogël me një dizajn simbolik që thotë bota të dëgjojë, shqipet protestojnë dhe përmes artit që krijojnë.